nuk munde me qenë biologjikisht vajza saj, tha zana pa marrë parasysh ti je vajza e zemrës tem. Faktikisht, nana biologjike më ka braktis momentin kur ka lind, më ka lanë në spitalin e Rajnal të Mitrovicës dhe është largu. Nanë, unë e thamë, nuk është vetëm ajo që të sjellë në jetë, po ajo që të rritë, ajo që i ka lanë netët pa gjumë për qajturën tane, ajo që qesh me ty, ajo që ta manë dorën kur ti je atje poshtë, kur nuk mundesh me u qënë kam tua vetë. Une kur e kam kuptu që jam adoptuar, kam qenë 14 vjeç dhe ka qenë një moshë delikate për shkak se është edhe koha adoleshencës që ne përballemi me ndryshimet hormonale dhe ka qenë një realitet i hidhur vetëm me faktin që unë ma nuk jam dje në formën se që kam qenë paraprakisht. Kam pasur disa dyshime të mia për arsye se nana që më ka adoptu është tash 71 vjeçe. Dhe ka qenë 52 vjeçare kur është bë adoptimi. Dhe duke u rrit e kam kuptuar, domethënë nga mënyra biologjike që nuk munde me qenë biologjikisht vajza saj. Dhe rastësisht isha duke kërku disa dokumenta që më duheshin në ato momente për regjistrimin në shkollën e mesme dhe rastësisht hasa në letrën e adoptimit. Faktikisht kur e pash ishte pak e pabesueshme për mua në atë moment. Megjithatë e kam pranu, domethënë, çka do që ka qenë. Momentin që e kuptova, isha shumë e qetë edhe pse pak emocionuar, megjithatë unë kam një kontroll tek emocionet e mia. Për shkak se nana ime adoptuese ka probleme shëndetësore, jam mundu që me mbrojt edhe atë, që mos më shqetësu. Vetëm i thash, mami, a kam mundësi me ndërprej rutinën që jetë duke e bu gjatë ditës, sepse kam nevojë me bisedu diçka me ty, shumë hapur, shumë sinqert, shumë qetë. Edhe thash, kisha dash me qenë sinqert, që ki zamrën e sinqert, me më tregu për këtë rast. Nuk ka qenë e lehtë fare dhe për të më tregu. Në letër ka qenë thjesht që unë jam e adoptuar, ka qenë dokumentacioni zyrtar i nënshkruar, për shkak se unë kam qenë në vitin 2006, ende pa u bë Kosova 7, dhe ka qenë nënshkrimi 2 prindve që më kanë adoptu dhe mbiemri i nanës biologjike. Por nuk ka pas një emër. Nana adoptuese mas pari më afroi si gjithmonë me përqafimet e saj të ngrohta. Tha zana pa marrë parasysh ti je vajza e zemrës tem. Je vajza që unë bëj gjithçka për ty dhe jam këtu për ty në momentet e tua, në uljet dhe ngritjet e tua. Tha është e vërtet, neve Perëndia nuk na dhuroi një fëmijë për shkak problemeve shëndetësore. Dhe dëshira jon ka qenë me adoptu një vajzë, gjinisë femrore, për arsye se, siç e dim, në shtetin tonë mentalitete për vajza është jeta pak më vështirë dhe e kanë marrur vendimin që të më adoptojnë mua. Kisht pyetja ime parë ka qenë a e din kush jam prindët e mi biologjik dhe arsyen sepse më kanë braktis. Fatkeqësisht ajo nuk ka pas ndonjë informacion konkret se kush janë prindërit e mi, thjesht e ka ditë se prej cilit vend vi, domethënë nga komuna e Skënderajit, edhe nuk ka pas informacione. Është ndi shumë keq që nuk po mundet më jap një përgjigje pyetjes sime. Në fillim ka qenë ai mendimi që unë tash mundem me u largu prej saj dhe me u lidh emocionalisht me nanën. A do ta bëje ndonjëherë? Asnjëherë, jo. Unë e thamë, nuk është vetëm ajo që të sjellë në jetë, po ajo që të rritë, ajo që i ka lënë netët pa gjumë për qajturën tane, ajo që qesh me ty, ajo që ta manë dorën kur ti je atje poshtë, kur nuk mundesh me u qënë kam tua vetë. Kam qenë 7 muajshe. Jo, zot, pas ka rritur. Po, më ka rritur. Faktikisht, nana biologjike më ka braktis momentin kur ka lind, më ka lanë në spitalin e Rajnal të Mitrovicës dhe është largu, për shkak se procedurat ligjore është friksu, ka qenë në moshë dhe pastaj e pata një fat shumë të madh që të rritem në një familje ku jam sot, një familje me shumë dashuri dhe përkraje. Pastaj në momentet kur e kuptova, ishte më së pari një ndjenjë konfuzioni, pastaj normalisht edhe gjendja emocionale filloi me më rëndu, për shkak se mu duke që nuk e njoh vetveten, kam jetu në realitet tjetër. Ashtu e kam dinë në atë moment
Megjithatë kanë qenë familja ata që më kanë thënë pa marrë parasysh, nëse je biologjikisht apo jo e familjares tonë, ti ke me qenë zemrën tonë që shke qenë prej ditës parë kur ti ke ardhur në këtë shtëpi. Kanë qenë ata që më kanë këshillu me qenë e fort, me qenë me plot vullnet dhe plot jetë për mbrapa. A e di kush është nana? Faktikisht po, tashmë veç e kam kuptuar se emrin dhe priardhjen e saj, por fatkeqësisht ende nuk ka pranuar direkt me mua me u taku. Kam tentu që 2 vite e gjysmë. A e ke fal? E kam fal. Sepse unë jam femër dhe vetë, mundet mi ndodhë se cilës femër. Është diçka e pashmangshme, është një sfidë e jetës edhe mundet me na ndodhë gjithë secilës. Ajo e din si duket zona, vetëm përmes fotove. Megjithatë nuk besoj që është duke na përcjell. Në radar është në secilën shtëpi. Po, ajo edhe punon, kështu që në këtë kohë besoj që është edhe në punë. Megjithatë, nuk besoj që është në ndjek. Ajo ka kriju një familje të re, ka vajza e djem, edhe ka bashkëshortin. Po, unë kam mendu deri vonë që bashkëshorti mundet me qenë një lloj pengese tek takimi jonë, është e kundërta. Ajo thjesht nuk po ndihet e gatshme ende me pa, nuk po dëshiron me jam ndonjë arsye konkrete ose diçka tillë, kështu që unë jam një person që pres, kam pritë që sa vite mundem ende me prit deri momentin që ajo ndihet e gatshme me dal, edhe nuk kam qef pa marrë parasysh epilogën që ka qenë, ajo mundi keq ku të mshat. Faktikisht ç'është para mendon takimin me të? Mendoj që nuk me qenë qaq takim i lehtë, ka me qenë takim emocional, me shumë pikë pyetje, me shumë pyetje për brenda vetes, me shumë emocione. Megjithatë, besoj që kjo është arsyeja pse ajo po ju shmangët takimit me mua. Me siguri për shkak gjendjes emocionale. Kush ta dha emrin? Emri ma ka nana biologjike para se me braktis. Dhe me thonë kur n'ka zonë. Une, kur e kam kuptu, sa kam dashur me njoft nanën biologjike, kam pas njëjtën dëshirë për babajin biologjik. Kur kam kërku, kam thonë që nuk ka në dokumentacion ndonjë emër të babait. Nuk i dihet babaj. Edhe kjo ka qenë ajo dëshira ose ai kurioziteti që me u taku me ta, edhe me ditë babajin biologjik, sepse nuk është largu prej shtëpisë gjatë kohës shtatzanis, është ka ik, edhe askush nuk e den se kush ka qenë babaj, përveç ajo vetë. Janë disa paramendime që ka mujtë që jetë edhe e dhunuar seksualisht. Megjithatë, pa e marrur miratimin e saj edhe pohimin e saj, është edhe në diskutim. E thash edhe paraprakisht që nana është ajo që trit që i ka sakrifiku gjithçka për mua. Një fakt tjetër është që babai, domethënë, që më ka marrë, babai adoptues, ka ndru jetë kur kam qenë 6 vjeçe, po jemi rrit me nanën adoptuese, plus nana me probleme shëndetësore të cilat e ndjekun edhe sot fatkeqësisht. Por me përkrajen e familjes ja kemi dalë, edhe ka çështja ekonomike, edhe ka ajo emocionale, gjithmonë kemi pas njerëz që na kanë përkrahur. Mesazhi im do të ishte mos u dorëzoni emocioneve që janë momentale. Flisni, nëse keni ndonjë ndjenjë ose ndonjë konfuzion, flisni me persona adekuat që munden me ju kuptu. Bëheni të zëshëm, mos u friksoni, me kërku atë që ju jeni me të vërtet. E di që gjatë rrugës do të ketë sfida, do të ketë mura që ndoshta do të me gjaks me i shty, megjithatë do të me qenë ajo e fortë dhe shumë e vullnetshme që me kuptu se kush jetin me të vërtet dhe realitetin që jeton. Megjithatë për secilin fëmijë që domethënë është me të njëjtin rast, e kisha këshillu që gjithmonë me besu shumë vetvete dhe me përkrah atë familje që e ka rrit, e ka sjell deri në atë moshë që është momentalisht dhe se nuk është ndryshe nga të tjerët. Unë jam di ndryshe, ka qenë kohë që jam di ndryshe, pse bashkë mu, pse ka ndodhë kjo, megjithatë çdo pyetje ka një përgjigje. Kujt i ngjan zonë? I ngjaj nanës biologjike. Kam qajt mjaft shumë mendoj, dhe tash është koha që me rezultu pozitiv, sepse është një jetë, një karrierë që po më pret. Megjithatë nëse nana biologjike është duke me dëgju,
I kisha thënë vetëm të mos friksohet me i shfaq emocionet e saj dhe të vërtetën, e cila gjithmonë e vërteta që kam kuptu është bërë në forma ndryshme, e kam përlëngu në forma ndryshme, nuk ka qenë asnjëherë e njëjta, kështu që kërkoj prej saj sinqeritetin maksimal, që më tregu se ç'është ka qenë rasti dhe unë do ta mirëkuptoj çka do që është. Dhe do jem përkrahase e saj më e madhe, se ajo emocionale, se çfarë do që ka nevojë. Ka pas rrjete sociale, domethënë Facebook-un deri në një kohë, po tash nuk është aktive. Sa shpesh Po- ke hi me i pa fotografitë e saj? Shumë shpesh, shumë shpesh, shumë shpesh. Është e vështirë. Është e vështirë, por jo e pamundur. Nana adoptuese është duke na ndjek. Faleminderit që je shembull. Faleminderit që je gruaja më e fortë që kam taku ndonjëherë. Faleminderit për vetit e mira dhe ato që bëhna unë sot krenare që mi ke dhuru. Je nana më e mirë në botë, të përqafoj shumë. Po ashtu nana ime adoptuese nesër mbush 71 vjeç. Urime! E ka ditëlindja. Urime! Peshk është në horoskop, moj. Po, Ndaj që ka njeri mirë, moj. është shumë grua e fortë. Jam shumë optimiste. Edhe me nëzi po pres me ju pa bashkë. Edhe unë me zës po pres me taku. Njerëz jemi prej mishi e gjaku, falim. Edhe mirë Gjithsesi. kuptojmë. Gjithsesi, faleminderit shumë Edita për mundësinë që ma ke ofru. Jam tepër mirënjohëse për bisedën që e realizum. Shpresoj që kemë pas efekt pozitiv. Shumë faleminderit.